Përshëndetje të nderuar teleshikues të RTV Islam, do t'jemi bashkë në emisionin Drejt rrugës së vërtet. Deri në momentin e cilës iftarit, unë do të shoqëroj me disa porosi dhe tregime. Porosia e parë, ne mësojmë se besimtari duhet të jetë mirënjohës ndaj të mirave të Allahut dhe të cilët mirë ndaj njerëzve. Prej Abu Dherit radiallahu anhu, transmetohet se ka thënë: "Miku im, pejgamberi alayhis salam, më ka porositur të mos i shikoj ata që janë më të lartë se unë, me pasuri, pozitë, shëndet, por t'i shikoj ata që janë më poshtë se unë. Më ka porositur t'i dua të ngratët dhe të ri me ta. Më ka porositur të sillen mirë me të afërmit dhe t'i vizitoj ata, edhe nëse ata më kthejnë shpinën. Më ka porositur që të them të vërtetën, edhe në qoftë se ajo është e hidhur. Po ashtu, më ka porositur që sa më shumë të them la haula wala quwata illa billah, sepse ajo është një nga arka më e gjëra me shumë të çmuara në xhenet." Në porosin tjetër, pejgamberi alayhis salam na mëson që adhurimin ton t'ia kushtojmë vetëm Allahut të lartë madhëruar. Prej Abdullah bin Omerit dhe Abdullah bin Asrit radiallahu anhu, transmetohet se Muadh bin Xhebeli, kur ka dashur të udhtoj, i ka thënë pejgamberit alayhis salam: "O i dërguar e Allahut, më këshillo." Pejgamberi i ka thënë: "Adhuro Allahun e mos i shoqëro atij asgjë." Muadhi i tha: "O i dërguar e Allahut, më këshillo." Pejgamberi alayhis salam i tha: "Kur të bësh ndonjë mëkat, menjëherë bëj një vepër të mirë." Ai tha: "O i dërguar e Allahut, më këshillo." Dhe pejgamberi alayhis salam i tha: "Bëj i qëndrueshëm në të drejtë dhe ki sjellje të mirë." A dini se në cilën ditë ka vdekur Ademi alayhis salam? Ishte në ditën e Xuma. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë: "Dita më e mirë në të cilën ka lindur dielli është dita e Xuma. Në të u krijua Ademi, në këtë ditë zbriti nga xheneti, në këtë ditë vdiq, dhe në këtë ditë do të bëhet kiameti." Havai u përkullua shumë për vdekjen e Ademit alayhis salam dhe qau për një vit thjesht, derisa vdiq dhe ajo. Megjithse kishin jetuar bashkë për 940 vite, ajo e donte Ademin alayhis salam, ajsa që vdiq nga pikullimi. Kurse sot ne vërejmë se dashuria është zbehur në familje dhe shtëpi tona për shkak të gjunaheve të shumta. Omer ibn Hatabi u martua me vajzën e Imam Aliut dhe e doni shumë njëri tjetrin. Omeri vdiq ditën e diel, kurse gruaja e tij vdiq nga prikullimi ditën e hënë. Të gjitha ishin në shtëpitë e shokëve të profetit sallallahu alaihi wasallam, të mbushura me dashuri dhe se respekt. Vetë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam qëndroi i mërzitur një vit rresht për vdekjen e gruas së tij të dashur Hatixhes. Një herë, kur dëgjoi një trokitje dere që i ngjante asaj të Hatixhes, ai thiri: "O Zot, më duket si trokitja e Hatixhes." Kjo dashuri dhe respekt ishte pasi ata kishin kuptuar thënien e Havas, kur i tha Ademit alayhis salam: "Jam krijuar për gjetur preje tek unë." Kjo ishte historia e Ademit alayhis salam. Vallë, atë pëlqeu vëlla dhe motor, historia e tij, dhe atë shtua dashuria për të, a u bindë vëlla dhe motor që të largohej sa më shumë nga lakurësia. A jeni të gatshëm të pendoheni tani? Në natën e Miraxhit, profeti sallallahu alaihi wasallam, teksa ngjitej në qiell, u takua edhe me Ademin alayhis salam. Ai e përshkruan atë duke thënë: "Kur hym në qiellin e parë, gjeta një burr, i cili kur shikonte nga krau i tij i djathtë, shihte shumë njerëz dhe qeshte, kurse kur shikonte nga krau i majt, shihte shumë njerëz dhe qante. E pyeta Xhibrilin: Kush është ky o Xhibril?" Ai më tha: "Ky është baba yt, Ademi. Kur shikon nga fëmijët e tij që u bindën Zotit dhe janë në xhenet, qesh, dhe kur shikon fëmijët e tij që i thyen urdhat e Zotit dhe janë në zjarr, qan. Po ti o vëlla, në cilën krah të Ademit alayhis salam qëndron, në atë të djathtin apo të majtin?" Kur takohet profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam me Muhammedin alayhis salam, ky i thot: "Mirë se vjen o profeti i mirë dhe djali i mirë." Në një hadith të profetit sallallahu alaihi wasallam, që e transmeton Buhariu, thuhet se Zoti do i thërasë Ademit alayhis salam ditën e Kiametit dhe do i thotë:
O Adem, nxjerr nga zjarri një pjesë nga pasardhësit e tu. Ademi a.s. do I thot, dhe sa është kjo pjesë o Zot? Zoti I përgjigjet, në çdo 1999 do t'jenë në zjarr dhe një do t'jetë në xhenet. Kur e dëgjuan këtë shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam, filluan të qajnë. Profeti sallallahu alaihi wasallam I pyetin, "Përse po qani?" Ata I thanë, "O dërguar I Zotit, ku do t'jemi ne?" Profeti sallallahu alaihi wasallam u përgjigj, "Nga Yexhuxh me xhuxhët dhe popujt e tjerë do t'jenë 999 dhe për ju do t'jetë një. Unë shpresoj që ju të jeni 1/4 e banorëve të xhenetit. Të gjithë që ndodheshin në xhami thirrën me gëzim, Zoti është I madh." Kur profeti sallallahu alaihi wasallam pa gëzimin e tyre, tha, "Madje unë shpresoj që të jeni 1/3 e xhenetit." Të pranishmit përsëri thanë, "Zoti është më I madhi." Profeti sallallahu alaihi wasallam u tha përsëri, "Unë shpresoj që të jeni gjysma e banorëve të xhenetit." Ai shikon në vëlla dhe motor sa e madhe është mëshira e Zotit. Megjithatë, ajo ka një kusht, duhet ta kërkosh atë. Kërkoje atë duke shpallur bindjen tënde ndaj Zotit dhe armiqsinë ndaj shejtanit. Kërkoje mëshirën e Zotit duke dashur profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, pasi njeriu do të ringjallet me ata që ka dashur në dynja. Tani ne do të shohim historinë e Habilit dhe të Kabilit. Po të shohim në krijimin e njeriut nga Zoti, do gjejmë se Zoti e ka krijuar atë në 4 forma të ndryshme. Ka krijuar Ademin a.s. nga dheu, pa nën dhe pa baba. Krijoi Havan nga brinja e Ademit, me nën me baba për pa nën. Krijoi Isan a.s. me nën dhe pa baba. Krijoi gjithë njerëzit dhe krijesat e tjera me nën dhe baba. Me të drejtë lind pyetja, pse kjo larmi në lloje dhe forma të ndryshme të krijimit të njeriut? Kjo me qëllim që ne ta kuptojmë se Zoti ka në dorë të bëjë gjithçka. Me qëllim që ndërgjegjësohet që krijimi yt si njeri është një mrekulli vetëm e Zotit. Çdo ditë që lind një fëmijë tregon mbi këtë mrekulli. Çdo fëmijë I lindur dëshmon fuqishëm mbi ekzistencën e krijuesit të tij. Çdo fëmijë I lindur dëshmon mbi fuqinë dhe aftësinë e Zotit. Për këtë, nuk është mjaftueshme që të thuash, e besoj Zotin dhe sa I ka në dorë gjithçka. Jo, diçka e tillë duhet zjerë vend në zemrën tënde. Ti duhet I mbështetesh atij në çdo gjë, ta duash siç e meriton. Çdo të mirë të presësh vetëm prej Tij. Krijimi I njeriut në forma dhe rrugë të ndryshme ishte me qëllim që ne ndërmirësohemi mbi përsosmërinë e krijuesit. Siç e kemi përmendur dhe më lart, qëllimi I krijimit të historive të profetëve në Kur'an është që të kuptojmë më mirë Kur'anin. Kur duam ta lexojmë mbi historinë e dy djemve të Ademit, atë gjejmë në surën El Maide. Thot Zoti në Kur'an, lexoje o Muhammed, atyre ngjarjen e vërtetë të dy djemve të Ademit. Dy djemt të Ademit a.s. kanë jetuar kush e di para sa kohësh, saqë nuk dihet sa mijëra apo qindra vite kanë kaluar. Megjithatë, Zoti na I tregon këtë histori, sikur të kishte ndodhur në një kohë të afërt me ne. Po të shohim në vitet 70, popullsia e Egjiptit arrinte në 20 ca milion. Po të kthehemi një shekull më parë, popullsia e Egjiptit do të ketë qenë akoma më vogël. Nëse do të kthehemi 10 shekuj më parë, popullsia do ishte akoma më vogël. Nëse kthehemi dhe shikojmë në kohën e dy djemve të Ademit a.s., do të shohim se ata përbënin 1/3 të njerëzimit. Vallë, sa shekuj na ndajmë ne prej tyre, sa e shkurtër është kjo botë dhe sa e shkurtër na duhet kanë ato shekuj që kanë kaluar. Lexoje o Muhammed atyre ngjarjen e vërtetë të dy djemve të Ademit. Profeti sallallahu alaihi wasallam u lexonte këtë verset shokëve të tij para 1400 vitesh. Ne lexojmë sot dhe na duket sikur është një histori që ka ndodhur para një kohe të afërt me ne, jo sikur prej saj na ndajmë kush e di se sa shekuj. Prandaj kjo botë nuk mund të jetë synimi dhe qëllimi kryesor I muslimanit. Kur mos e shi atë të madhe se mallësia e saj, kur mos u mashtro prej saj. Shikon njerëzit që të rrethojnë, asnjë prej tyre nuk është nga ata që gjendet mbi tokë
pas 100 vites, ta shpejt që ndryshon ka jeta dhe krijesat mbi tokë, dhe sa afër qenë kjo jetë mbi botën tjetër. Para se të lexojmë versetet e Kuranit, të cilat e përshkruajnë këtë histori, le të tregojmë shkurtimisht atë që ndodhi mes dy djemve të Ademit alayhis salam. Siç e tham dhe më lart, Ademi dhe Havas në çdo shtatzani u lindin dy binjak, një djalë dhe një vajzë. Me qëllimin që njerëzimi të shtohej, duhej që vëllai të martohej me një motor të tij. Ligji i Ademit alayhis salam ishte që çdo vëlla të mos martohej me binjakën e tij, por me binjakën e vëllait tjetër. Nga binjakët që lindi Havaja ishte Kabili me binjakën e tij dhe Abili me binjakën e tij. Kabili ishte më i madh se Abili dhe binjaki e tij ishte më bukur se binjaki e Habilit. Sipas ligjit, Kabili duhet martohej me binjakën e Habilit, e cila nuk ishte e bukur si binjaki e tij. Kurse Abili do të merrte binjakën e Kabilit. Kabili këmbguli që të martohej vetëm me binjakën e tij, kurse Ademi alayhis salam e këshillonte që të binte ligjeve që kishte caktuar Zoti. Kur pa Ademi alayhis salam këmbgulin e Kabilit, u tha të dy djemve që të ofrojnë një kurban për Zotin. Cili prej të dyve do i pranojë kurbani, ai do të martohej me motrën më të bukur. Kabili merri me bujqësi dhe për kurbanin zgjodhi prodhimet më të dobta dhe më të plavera. Habili merri me blegtori dhe për kurban zgjodhi kafshën më të mirë. Zjarri, që ishte shenja e pranimit të kurbanit, doqi vetëm kurbanin e Habilit. Kabili, zemëruar nga kjo gjë, e kërcënon vëllain me vrasje dhe më pas se vret. Tani le të merrim me analizën e kësaj ngjarje të shëmtuar. Shohim se krimi i parë që ndodhi në tokë ishte vrasja. Shkaku që bëri të shohim që të ndodhi diçka e tillë ishte gruaja. Shumë dakord me këtë, por mendoj se gruaja nuk ishte shkaku i drejt për drejt dhe kryesor. Ajo që shkaktoi vrasjen ishte diçka që kishte lidhje me gruan dhe jo vetë si ajo si krijesë. Ajo që shkaktoi vrasje ishte joshja dhe provokimin i gruas, siç e kemi theksuar dhe më parë. Qëllimi ynë me historitë e profetëve nuk është thjesht të tregojmë histori dhe të kalojmë tek tjetra më pas, por qëllimi ynë kryesor është të analizojmë secilën nga historitë. Për këtë do të bëjmë dhe me këtë histori, ku pika e parë që të analizojmë është joshja dhe provokimet e femrës që shkaktojnë një vrasje. Po të shohim të rinë, se cila është ajo që i josh dhe i tundon më shumë, do të përgjigjen gratë. Po kështu, do të pyesim gratë, se cila është ajo që i tundon më shumë, do të thonin burrat. Pra, është diçka që ka të bëjë me natyrën tonë si njerëz. Thot Zoti në Kur'an rreth kësaj çështje. Njerëzve u është zbukuruar dashuria ndaj të këndshme, ndaj grave, ndjemve ndaj pasurisë, së grumbulluar nga arja e argjendi, ndaj kuajve të stolisur, baktisë e bujqësisë. Këto janë kënaqësitë të kësaj bote, por tek Allahu është ardhmja më e mirë. Thuaj, a ti kumtoj për diçka shumë më të mirë se ato kënaqësi të dynjas? Për ata që janë ruajtur, ata kanë tek Zoti i tyre xhenete, në për të cilat rrjedhin të lumenj, dhe aty do të jenë përgjithmonë. Kanë bashorte të pastra e gëzojnë dhe kënaqësinë e Allahut. Allahu është i kujdesshëm për njerëzit e tij. Kurse profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam thot, nuk kam lënë pas meje joshje më të dëmshme për burrat se sa gratë. Kjo botë është e ëmbël dhe tërheqëse. Zoti u ka lënë që të administroni atë dhe të shohë se si do të punoni, prandaj ruhuni nga kjo botë dhe ruhuni nga gratë, pasi rëshqitja e parë e qifutve ka qenë prej grave. Përveç lakuriqësisë, shejtani kushton një vëmendje të veçantë dhe joshjes së grave. Ai e mbush kokën me mendjen e të rinjve. Me këto gjëra, nga njëra anë nxit gruan, ndërsa nga ana tjetër nxit burrin për të interesuar. Thot Zoti në Kur'an, djadha u premton varfëri dhe urdhëron për vepra të ulta. Kush është përgjigjen për vrasjen e Habilit? E bëjmë këtë pyetje pasi rrëfenjat hebraike fajsojnë motrën e Kabilit për vrasjen e Habilit, ashtu siç fajsojnë Havan për nxjerrjen e Ademit nga xheneti. Ky është një gabim i madh, pasi Kurani fajin për vrasjen e Habilit ja vet vëllait të tij Kabilit, kur bie përgjegjësia mbi femrën për krimet që ndodhen.
Tani duhet ta ndërpresim pasi është momenti i çeljes së iftarit, agjërim të pranuar të gjithë agjëruesve. Selamun alejkum. أشهد أشهد حي